Një figurë konsensuale për president apo partit me qëllim ka e shojnë edhe një blokadë në horizont, edhe janë ka taktizojnë. O dhe se qka duhet ta kemë parasysh në këtë koshkja, ne do të komunikojmë me qytetarë, ta kërkojmë besimin e tyne, ta kërkojmë shtetin e tyne, dhe unë e presë që qytetarët me universitetin kanë më dha drejtim të gjitha këtyre temave. Nuk presë që në diktatën e shumicës të vetëvendosjes të ketë normalitet politik në Kosovë. Situata mund të përkeqësohet politikisht vitin e ardhshëm nëse nuk ndodh ndryshimi politik. Unë kam frikë kur një parti politike thot unë dua pushtetin vet. Kur një parti politike thot qytetarët mi ke dhënë 48 deputet, mos u mbyn 48. U mbyn 61 vet. Nëse s'mi jep, s'u mbyn këta. Unë maj menë, kur kam qenë deputet i ri në Kuvend Kosovës, Lidha Demokratike ka pas 47 deputet në kohën e Ibrahim Rogovës dhe ka qenë një fuqi e madhe parlamentare, e cila ka bashkëqeverisë njëherë me PDK-n e njëherë me AK-n. Me kryeministër të PDK-s? Me kryeministër të PDK-s. Unë maj menë në PDK-n e cila ka pas 37 deputet, e cila ka qeverisë njëherë me LDK-n, e njëherë me AK-n, e njëherë me AK-n e menismë. A nuk është kjo thyrje për një votus edhe të vetëvendosës, për një qytetar i cili i beson Zotit Kurti, i cili e don Zotin Kurti, dhe i cili e merë votën e tij të refuzune, se Zoti Kurti nuk është i kënaqur me respektin dhe dashnin që ja ka dhënë votuesi i Kosovës. Prandaj unë e ftoj qytetarin që 28 dhjetorin të shesi datën më historike të votës e cila është dhënë ndonjëherë në Kosovë. Nëse gjendja ka qenë e jashtëzakonshme gjatë këtij viti, nëse gjendja ka qenë abnormale, unë mendoj që normalitetin këtë vend e kthen vota e qytetarëve. Prandaj nuk kisha hyrë që të spekuloj se si mund duket zgjedhja e presidentit të ardhshëm, çfarë mund ndodh 2026, po duhet mbi gjitha të kërkojmë mbështetje për qytetarëve dhe të thëmë atyne që ju keni rujt këtë vend dhe ju takon juve tash ta riorientoni. Që po vazhdojmë po spekuloj, kur po thëmë ka qenë viti humbur, ka qenë pjesërisht për ato që ju po thëni ka qenë dhunë politike ose mungese gatishmërisë e vetëvendosjes për me konstituu kuvendin edhe me vazhdu tutje. A e keni përshtypjen që gjykata kushtetuese i ka vizatu krejt skenart edhe nuk kemi me hyjë edhe në një blokat 6 mujore ose ku me ditë sa mujore. Nuk ka të bëjmë me gjykatën kushtetuese. E di që s'ka të bëj, po është pasi rrugdalje, a u shterë dhe qaj opcion për me zhagit. Në 300 vjetë të fundit, aty ku një parti politike s'ka dash dialog, aty ku një parti politike s'ka dash marrëveshje, aty ku një parti politike nuk i ka besu kompromisit politik, ka pas vetëm imponim të vullnetit. Prej 1789 revolucionit frances edhe Robespierret me shok, deri tek Lenini. Prandaj këto gjëra janë të tmerrshme, kur dikush thot mua më takon krejt pushteti, unë e du gjithë pushtetin. Në demokraci, sikur se është Kosova, dhe sikur se është shumica e vendeve në Evropë, partia parë mund bëni koalicion me të tretën, mund bëni koalicion me të katërt, mund bëni koalicion me